për me qut e ke keqë. Inshallah para se të thrasim me zonin, edhe i lutje në kërkojnë sët nga larg, nga jashtë Shqipërisë, një djalë me emrin Kristi, familja, elhamdulillah, është zu, dhe me thonë, kanë fillu të ndinet erën e Islamit, e të besimtarit Islam, edhe i fëmija i ka bo një aksident, edhe goxha po heq, po vunë, po lodhët, edhe në kërkuan dhe nësat si xhami që të bëjmë lutje bashkë, që Allahu t'ja lehtësojë inshallah. Edhe mjafton njonit për jush, Allahu t'ja pranoj, që them se jo njonit, por Allahu të gjithëve ja pranon, sepse jeni me një të pastër, me abdes, të bëj gati për ta falendëruar dhe adhuru Allahun. Edhe nga lutjet më të mira që bën janë ata lutje për vllajën, për mikun, për shokun, duke mos qenë ata hiç prezant. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. O Allah, lutjet e mia shkojnë sot për Kristin, ja Rabbil Alamin. E sollën e gatit të lutëm bekoje, me shiroje. O Allah, vazhdoje jetën me iman, me besim, me rizq halal. Vazhdoje jetën me mirësi dhe begati, ja Rabbil Alamin. O Allah, shiroje. O Allah, shiroje. O Allah, shiroje. O Allah, ktheje në gjendjen më të mirë që ka qenë, ja Rabbil Alamin. Ktheje në gjendjen më të mirë që ka qenë, ja Rabbil Alamin. Ktheje në gjendjen më të mirë që ka qenë, ja Rabbil Alamin. Zbashku me prindrit e tij, babajën dhe nënën, bekoj, mbroj, siguroj, me një mënyrë që të mos kenë nevojë me jashtrit dorën kërkujt vesh madhës tënde, o i madh Zot. O Allah, sot ta drejtojmë këtë lutje në këtë ditë xumaje, ja Rabbil Alamin. Pranoje për Kristin dhe bekoje dhe ne e lajmë në kujdesin e madhës tënde, ja Rabbil Alamin. Po dhe prindit bekoj e mëshiroj dhe ja Rabbi Zot, e gjithë familja qoftë në kujdesin e madhës tënde, ja Rabbil Alamin. Udhëzojnë e gjithë shka që e fitojnë knajsin tënde dhe e largojnë hidrimin tënde, ja Rabbil Alamin. O Allah, pranoje këtë lutje prej nesh dhe prej gjithë këtij xhamati sot në këtë orë xumaje, ja Rabbil Alamin. S'kemi tjetër veç madhës tënde, vetëm ty t'i drejtojmë lutjet dhe vetëm prej teje e presim ndihmën, ja Rabbil Alamin. Për gjithë shka të lutem, ne prano, o i madhi Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu e pranon.